Kjo protesta i tregon të gjitha atyre hienave, çakejve, sorrave dhe korbeve, sa kështu janë. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërptor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova. Ka një kore të zezë mbi protestën. Merrni, shikojni një nga dështakët politik, tek dështakët social politik, tek dështakët. Unë dua një Shqipëri që t'jetë një vend në miqësi të ngushtë me Izraelin. Gjithë farloj sharlatanësh, gjithë farloj delirantësh, gjithë farloj dështakësh që janë sprovuar në skenën publike dhe që kanë akumuluar një mlef shumë të madh, sepse ju duket se dështimi i tyre është për fajin tim edhe për fajin e qeverisë tonë, bëjnë teorira dhe i hedhin popullit gjithë farloj aguridesh që këto rezortet e luksit janë vetëm për ata që vinë, edhe shqiptarët janë jashtë sistemit. Kjo është një çmenduri, sepse ato janë fabrika që krijojnë lëvizje në ekonomi. Ato nuk janë sistemet mbyllura, që vinë njerëzit, futen dhe ikin dhe si shef njeri. Mund mos i shohin, por ama gjithë ekonomia rreth e rrotull vjen në lëvizje, sepse ato fabrika, në thonjza, po faktikisht ashtu janë, kanë nevojë për gjithë sistemin e prodhimit, kanë nevojë për fermerët rreth e rrotull, kanë nevojë për gjithë prodhimet vendase, kanë nevojë për gjithë sistemin e transportit rreth e rrotull, kanë nevojë për gjithë ata që peshkojnë, për gjithë ata që rrisin dhe trajtojnë gjën e gjallë e kështu me radhë. Dhe është e provuar dhe është në letra që ato lloj investimesh sjellin për çdo euro që lihet brenda hoteleve atje, 1.6-2 euro krijohet jashtë. Por më shumë se sa të gjitha këto flet një fakt i thjesht fare. Shqipëria ka 27 miliardë dhe diçka euro ekonomi në vit total. Tani vjen një investim 4 miliardë në një ekonomi 27 miliardë. Është diçka masive, transformuese. Dhe patjetër që në ndërkohë këto kanë dhe një impakt tjetër. Këto hapin rrugën për të tjerët. Ndërkohë që nëse ti vë shelmin në fyt të parit, ti ke përzën të tjerët dhe çfarë ke bërë, i ke falur konkurrencës atë që mezi është bërë mundur që të vi ty. Këto janë çuditëra shqiptare. Çuditëra shqiptare të atij lloji shqiptari që Faik Konica e ka përcaktuar perfekt. Të fal çdo gjë, po s'të fal suksesin. Suksesin nuk ta fal. Çdo gjë tjetër ta fal. Sot më dërguan disa edicione të revistës National Geographic. Në National Geographic, që është revista që merret me natyrën botërisht, Shqipëria në vitin 2013 ka qenë një tmerr. Fotografitë e kafshëve dhe të shpendëve të vrarë, fotografitë e gjahtarëve në lagun me zogjt e shtrirë. Ku ishin këta? Ku ishin këta? Kam problem këta me ndërtimet edhe me arkitektët edhe me bukuritë që po ndërtojnë këtu? Po pse s'kan problem këta me gjitha ato shëmtira që janë
ndërtuar lart e poshtë si mos më keq. Po pse nuk shkojnë këta të ngrenë zërin për banor që nuk marrin dot akoma hipotekën sot se i kanë lënë ndërtuesit pa hipotekë edhe janë zhdukur pa u mbaruar edhe pallatin dikur me vite e vite të tëra etj. Kështu që të gjitha këto janë pjesë e një përballje shumë të qartë midis çfarë Shqipërie duam ne, si e duam ne Shqipërinë në 2030-ën, në 2035-ën, në 2040-ën, si e duam ne zhvillimin, çfarë turizmi duam ne, si e kuptojmë ne vënien në dispozicion të natyrës dhe të bukurive të natyrës për ekonominë e njerëzve. Ne nuk jemi zogjë. Prandaj ne duhet të mbrojmë zogjt dhe të shtojmë zogjt dhe ta gjejmë rrugën që nga bashkëtesa mes nevojave tona dhe nevojave të zogjve të krijohet një ekonomi virtuoze. Dhe kjo është sfida. Kjo është sfida. Dhe për këtë po punojmë. Dhe për këtë po përpiqemi. Çfarë Shqipërie duam ne? Duam një Shqipëri që të bëjë rolin e një figure globale që vendos kush ka drejtë e kush e ka gabim në botë. Jo. Unë jo një. Unë dua një Shqipëri që të ketë sa më shumë miq, që të ketë sa më shumë aleat, se boll ka jetuar gjithë jetën vetëm me kundërshtar. Unë dua një Shqipëri që të jetë një vend në miqësi të ngushtë me Izraelin, me vendet arabe, dhe me Turqinë, dhe me Greqinë, dhe me Europën. Dhe pse na duhen këto miqësi? Na duhen këto miqësi që ne të rritemi, të forcohemi, të përfitojmë nga këto miqësi. Të përfitojmë dijen, të përfitojmë nga marrëdhëniet me Izraelin teknologjinë, të përfitojmë kapacitetet e mbrojtjes. Na duhet të përfitojmë dije, të përfitojmë gjithçka që mund të përfitojmë nga vendet e gjirit. Katari nuk ka marrëdhënie me Izraelin, por ne me Katarin kemi marrëdhënie vllazërore. Kjo është Shqipëria që na duhet ne. Ne na duhet një shtëpi me shumë miq. Kështu që kjo histori është një histori shumë e qartë. Dhe unë e bëj shumë qartë ndarjen mes atyre që dalin të protestojnë sepse kanë shqetësime reale, kanë halle reale, kanë stres edhe zëmërim real për një arsye apo për një tjetër, duke filluar nga ata që i kanë shqetësimet sinqerta fatet e zogjve, është gjë e madhe shumë. Është gjë e madhe shumë, sepse në këtë bulevard janë vrarë njerëz. Me pushkët e shtetit janë vrarë njerëz për të protestuar, pa bërë asgjë. Sot është gjë shumë e madhe që është bërë bulevardi i Tiranës si karnavalet e Rio de Janeiros që i ndjek gjithë bota. Apo jo, shkojnë njerëzit, dalin, propozohen, dashurohen, ndahen, martohen bulevard. Dhe kjo tregon që ne kemi krijuar kushtet që në këtë vend të lulëzoj edhe në këtë formë liria dhe demokracia, ca dalin atje, ca shohin futboll, ca lozin basketboll, ca pin kafe, po qohu nga kafja, thoshin skuadronet e Mussolinit, përpara se sa të vendosej atje ajo që erdhi mbrapa. Qohu nga kafja ishin ato këmishat e murme të atij tjetrit atje, në Myni. Qohu nga kafja s'ka. Kush do të rinë kafe, do rinë kafe, kush do të shkojnë punë, do shkojnë punë, kush do të protestoj, të protestoj. Dhe tjetra, pa tjetër që ne po përpiqemi, ta lexojmë si duhet mesazhin, se protesta nuk është ajo që thuhet. Protesta është edhe ajo që nuk thuhet.
edhe për mirë dhe për keq. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërptor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është dhe ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rumuja, po ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestuesi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejt. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individi vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt kontestoj, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën vendos, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim të qeverisë. Pastaj vim tek populli. Askush nga ne nuk është popull. Se e dëgjoj shpesh, unë popull jam, jo ti nuk je popull. Ti je një individ, pjesë e një populli. Populli është ai që flet kur vi zgjedhjet. Të tjerët flasin kur duan. Por në emër të popullit flet vetë populli kur i vjen radha në zgjedhje. Dhe askush nuk mundet të dali me çfarëdo lloj armate nga mbrapa dhe thot ne jemi populli, sepse kur e kanë bërë në të shkuar ne jemi populli, e dini mirë pasaj se çfarë ka ardhur mbrapa. Ne jemi populli, thoshte Mussolini, ne jemi populli, thoshte ai tjetri atje, ne jemi populli, thoshin këta të tjerët këtu, që e bën ujë gjakun e dëshmorëve. Populli është vetë. Dhe këtu sot ka një lumë që rrjedh, interesash, shqetësimesh, hallesh, problemesh, idesh, dhe ka një kore të zezë mbi protestën. Merrni, shikojni një nga dështakët politik, tek dështakët social politik, tek dështakët e rrugëve tjera tjetës, që kujtojnë se tani u bë dedikos, edhe do marrin në dorë fatet e vendit me dhunë ose me presion. Këto nuk ndodh, po, do e zgjedhin kryeministrin me short. Ta zgjedhi, thoshte Spartak Ngjela sa qeveri ka mbërun kur isha në burg. Problemi është çfarë mendon populli. Dhe si flet populli. Ne jemi sot në këtë fazë. Më thonë, jo, po, mos u merr ti, po kush do merret? Njerëzit duhet të jenë të informuar. Njerëzit duhet të dinë që e drejta e tyre për protest është e paprekshme. Që çdo formë proteste dhe sidomos ato format kreative janë të mirë se ardhura. Sepse janë forma që ty që je në krye të bëjnë të mendosh, të sfidojnë. Dhe në një vend ku opozita e ka braktisur përfundimisht detyrën, është e mirë se ardhur një formë e tillë që e vë qeverinë në mendime dhe
që e vënë në një presion që vjen nga poshtë. Por, në protest janë edhe ata cilët njerëzit duhet ta dinë se kush janë. Duhet ta dinë kur dikush është i financuar nga aktor që janë armiq ose jo dashamirës, se ka disa lloj aktorësh. Duhet ta dinë kur dikush që del në protest dhe premton Shqipërinë e lirë dhe të re, e ka karrierën e vet karakterizuar nga veprat penale. Duhet ta dinë kur dikush bën si i pavarur dhe si flamingo dhe ndërkohë ka dalë nga hundët e bufit kënetës, duhet i dinë gjitha njerëzit. Ndërkohë që pastaj problematikës protestës ne do t'i drejtohemi në mënyrë të strukturuar, jo me llafe, dhe duhet të bëjmë një reflektim serioz. Kjo nuk diskutohet, sepse kemi bërë shumë gjëra, por koha sot ka pritshmëri më të larta. Dalin në protest njerëz që kanë të ardhura shumë të larta. Për shembull, punonjës bankash. Punonjësit e bankave janë paguhen më shumë se ministrat. Dalin protest. Po ne nuk mund themi jore pse dilni ju se jeni mirë. Ne duhet kuptojmë çfarë nuk shkon për ta dhe si mund ta adresojmë. Duhet të shpjegojmë më shumë, duhet të komunikojmë më shumë etj, por janë gjëra të cilat ne patjetër do t'i bëjmë gjitha këto. Se ne jemi Partia Socialiste, ajo që ne na ka mbajtur gjithmonë në këmbë dhe gjithmonë në formë është që nuk kemi pritur ne të na ndryshojnë të tjerët me forcë. Në kuptimin të shtojmë, pastaj të ndryshojmë, po kemi bërë përpjekje për të ndryshuar vazhdimisht, për t'u hapur. Është e kollajshme. Unë kam eksperienca ime më ka treguar diçka. Në Shqipëri thonë të gjithë, merrni të rinj, fusni të rinj. Kur sapo i merr trit, ç'është kjo? Po ç'është kjo? Po ky, ç'është ky? Po ku e gjetët të? Po ç'është kjo? Po ky, pa të katunaren, ku e morët? Ja, s'keni faj se morët. Shqipëria është kjo. Dhe hapja ka të gjitha rrisqet. Njerëzit, çdo njeri ka vlerat e veta. Dikush arrin t'i tregoj, dikush nuk arrin t'i tregoj, dikush ka do kohë më shumë, dikush e bën më shpejt, por është shumë e lehtë ta dominosh mejdanin kur nuk nxjerr kokën të thuash, po mirë, dakord, urdhë, ma thuaj ti si do e bësh Shqipërinë. Se kur pastaj fillon thua, do hedh short, e do bëj kuvendin në sheshin Skënderbej, atëherë këtu hym në fushën e neurologjisë, nuk kemi më në fushën e politikës. Këtu kemi të bëjmë me fenomene të karakterit neurologjik, jo logjik, që nuk janë çështje jona e politikës. Këto desha unë t'i ndaj me ju, se unë e di që ju aty e keni mendjen. Dhe keni parasysh dhe i gjë tjetër, sepse ju thanë vjet që dhe këta thonë që qeveria e Edi Rama, Partia Socialiste, kapet mbas pensionistëve se ata i ka kështu kollaj. Në fakt, të vetmit që i bien lapsit në Shqipëri janë pensionistët. Këta që i bien Instagramit me gisht, nuk e di deri në çfarë pike arrin të logjikojnë, por vjet ju thanë bonusi i pranverës është për zgjedhjet. Pastaj ju thanë do ju avurisin, por nuk do ju japim bonusin e fundvitit. Tani unë po ju them që bonusi që keni marrë dhe do merrni në ditën e vijim është vetëm rezultati i 6 muajve pozitivitet i ekonomisë.
nuk ka lidhje fare me të tjerat dhe bonusin e fundvitit e keni aty te Banka Shqipërisë. E keni aty dhe aty keni fondin tuaj, gjithë çfarë do vi vitin e ardhshëm do vihet aty, gjithë çdo vi vitin tjetër do vihet aty dhe ju kam thënë, janarin e ardhshëm do dyfishohet shtesa e janarit këtij viti. Janarin e 2028-s do trefishohet. Janarin e 2029-s do 4 fishohet shtesa dhe në janarin e 2030-s do 5 fishohet. Dhe pastaj në 2031-shin do hidhni short pastaj. Deri atëre jemi e thoshte Lore Boriçi i madh, shiu ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ne jemi sot në një pozicion ku realisht duhet jemi krenar edhe për mënyrën se si protestohet, edhe për faktin që gjithkush në Shqipëri ka drejtën të mendojë, të flasë çfarë doj. Kjo protesta i tregon të gjithë atyre hienave, çakejve, sorrave dhe korbave, sa kështu janë, që rrinë dhe rrokanisin kokën e Miletit çdo natë, që këtu është demokraci, këtu nuk ka autokraci. Këtu nuk ka rrahje protestuesish paqësor. Kur ti shkon atje, një grup për të ushtruar presion fizik mbi deputetët, aty pasaj jemi në të tjera territore. Po ata që bëjnë këtë nuk kanë lidhje me flamingot. Flamingot janë paqësor. Dallimi midis flamingove dhe sorrave e korbave është flamingot janë paqësor, ndërkohë që sorrat dhe korbat janë të dhunshëm.